Këto ishin 12 dokumentat e 12 qendrave votimit, të cilat në asnjë lloj rrethane këto kuti nuk mund të pranohen si kutit e vërtetave të qendrave të votimit, por si kuti të ndruara apo të futura nga të ardhura nga selia e Partisë Socialiste apo dhe vetë nga qendrat ilegale të patronazhistëve. Këto dhëna hedhin poshtë përfundimisht farsën elektorale të 11 majit 2025 dhe pikërisht bazuar në këto dhëna dhe qindra mijëra të tjera që kemi paraqitur para jush, Partia Demokratike deklaron se këto zgjedhje janë të paligjshme, se këto zgjedhje janë një farsë e vërtet elektorale të cilat nuk shprehin vullnetin dhe nuk do njihen nga vullnetin shqiptarëve dhe nuk do njihen nga Partia Demokratike.